Bëj ç'të duash, por për herë do paragjykohesh. Njëherë, babai i një familje, duke vënë re që djali po rritej, vendosi që t'i jepte mësimet e duhura për jetën. E kështu një ditë i tha: "Përgatitu birim, sepse sot do dalim për një udhëtim special." Dhe pasi nxori gomari nga stalla, hypi mbi të dhe u nisën. Ndërsa djali este në këmbë për briti, babai vazhdonte të este krenar. Teksa kalonin në përshat, njerëzit shikonin të habitur, sepse mbi gomar duhej që të ishte ulur djali dhe jo babai. Madje disa murmurisnin duke thënë: "Çfarë babai mizor është ky? Është babai pa shpirt." Por zotëria nuk u dha shumë rëndësi atyre fjalëve, veç i thoshte djalit: "Dëgjo me vëmendje se çfarë thon." E kështu ditën tjetër ndryshuan. Kësaj here ishte djali që hipi mbi gomar dhe babai este në këmbë. Por çuditërisht ndodhi e njëjta gjë. Paragjykimet nuk munguan dhe njerëzit teksa i shihnin komentonin me fjalë nga më të ndryshmet, duke thënë: "Çfarë djali pa edukat qenka, e lë babain që të eci në këmbë." Por është ai që duhet të eci në këmbë. Kurse të tjerë thoshin: "Ua, sa turp, babai lodhe duke ecur, duhet ishte në gomar dhe jo djali." Por mësimi nuk mbaroi këtu, sepse të nesërmen babai i tha djalit se do dilnin prap, veç se kësaj here do hipnin që të dy në gomar. E kështu pasi u nisën, filluan të gjezdisnin në përfshat. Dhe prap, si gjithmonë, po ashtu edhe ditën tjetër, njerëzit nuk lanë gjë pa thënë. Disa murmurisin duke u shprehur: "Po këta nuk kanë turp që kanë ngarkuar kështu gomarin, dy idiota si për gomarit." Kurse të tjerë thoshin se gomari është për punë dhe jo që t'i hipin dy veta sipër. Dhe djali ndërkohë dëgjonte. Por babai nuk ndaloi këtu, sepse edhe ditën e katërt ai vendosi që të vazhdonte mësimin. Por kësaj here nuk hipën në gomar, veç se e kapën prej kapistre dhe vazhduan të gjezdisnin në përfshat. Por si gjithmonë edhe kësaj here kritikat nuk munguan. "Çfarë budallënj qënkan, kanë një gomar dhe nuk e shfrytëzojnë." Kurse të tjerë thoshin: "Po këta kanë gomarin dhe ecin në këmbë." Kur arritën në mes të fshatit, babai ndaloi dhe u kthye nga djali. Pastaj i tha: "E kupton tani birim, pak rëndësi ka se çfarë bën ti. Për mirë apo për keq, njerëzit gjithmonë do të gjykojnë. Dhe sekreti i ecurisë tënde në jetë birim është që nëse ti do dëgjosh dhe do mundohesh që të kënaqësh dëshirat e të tjerëve dhe jo nevojat e tua, ti do humbasësh dhe vetveten, sepse s'ke për të realizuar asgjë. Ndaj, për të patur sukses, duhet të dëgjosh zemrën tënde dhe të ndjekësh idealet e tua. E kështu, padyshim do realizohesh, e mbi të gjitha do kesh lumturinë." Përshëndetje, kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëni like faqes. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Dhe tjetra, që është shumë e rëndësishme, ky është i vetmi kanal Nadir Mura. Çdo kanal tjetër që nuk mban emrin tim Nadir Mura është fake. Dhe kështu që ju informoj që të keni kujdes, sepse shpesh ndodhin edhe keq kuptime. Ju falemnderit që gjendemi për herë bashkë. Kalofshin ditë bukur. Pra njerëzit atje jashtë do të të gjykojnë gjithmonë, por të mbash mend se jeta është jotja, dhe atyre as që nuk i intereson fare nëse je mirë apo keq. Ata me thashe theme veç mbushin ditët e tyre, sepse s'kan gjë tjetër. Ajo është bota e tyre. Pra, ji padron i jetës tënde, vendos pa diskutim dhe do shohësh realizimin e ideve të tua. Më thoni, çfarë mendimi keni për këtë argument? A është e vërtet? I bëni like videos dhe shpërndajeni.